Në bibliotekën publike Qemal Bahoui në Elbasan u promovua libri album fotografik Pazari i vjetër i Elbasanit i autores Henrieta Stamboxhiu. Ky album ofron një rikthim historik duke pasqyruar jetën dhe aktivitetet e ish pazarit të qytetit, si dhe zanatet e asaj periudhe. Në bibliotekën publike Qemal Bahoui në Elbasan u promovua libri albumi fotografik Pazari i vjetër i Elbasanit i autores Henrieta Stamboxhiu. Ky album ofron një rikthim historik duke pasqyruar jetën dhe aktivitetet e ish pazarit të qytetit, si dhe zanatet e asaj periudhe. Autoria e njohur për angazhimin e saj në ruajtjen e pasurive kulturore të Elbasanit thekson rëndësinë e ruajtjes së historisë dhe identitetit të qytetit. Dashuria për vendlindjen më bëri që unë të marrë këtë iniciativë, më bëri që unë të shkruaj për historinë e Elbasanit. Sepse qyteti tëm është një qytet i veçantë, qytet kala. Kalaja e përshkon qytetin nga lindja në perëndim, mes për mes. Çdo libër është i rëndësishëm në promovimin e tij për një fakt shumë të thjeshtë, sepse është mundi, djersa dhe gjithë kontributi që bën një sipërmarrës apo një autor në rastin konkret apo një poet apo shkrimtar, pra në duke trajtuar librin në tërësinë e tij. Në rastin e librit që promovuam sot, Pazari i vjetër i Elbasanit, ka një veçanti tjetër pasi përshkruhet në mënyrë origjinale nga një person, pra nga një ish fëmijë i asaj kohe, që përshkruan të gjitha detajet e atij pazari që vërtet ka qenë tradicional dhe një identitet i rëndësishëm për Elbasanin. Është domosdoshmëri që çdo brez i ri të njohë të kaluarën, pasi po nuk ditëm nga vim, nuk dim kush jemi dhe nuk dim se ku do shkojmë. Pra, aq më tepër në Elbasanin tonë që ka një traditë sa historike, sa arsimore, por edhe në artizanate dhe në kultura të ndryshme popullore, të cilat vërtet kanë qenë thesare dhe mbeten thesare për Elbasanin, si shtrirje edhe në të gjithë Shqipërinë dhe përtej kufive shtetërore. Është kënaqësi të marrësh pjesë në promovimin e libri, siç ishte ky i sotmi, zonja Henrieta ka përshkruar për pazarin e vjetër të Elbasanit dhe për gatimet tradicionale të Elbasanit. Unë, si person, pak e maj mend pazarin e vjetër, si në përëndër, por duke lexuar librin, duke shkletuar këtë libër të zonjës Henrieta, do njihem akoma më mirë me këtë pazar, i cili është tradicional, të themi, dhe ka të veçantat e vetë për sa i përket të qytetit të Elbasanit. Unë mendoj që zonja Henrieta, autoria e këtij libri, ka bërë një ndërthurje të mirë duke përshkruar pazarin, pra mallrat që shiten pazar, por edhe duke dhënë edhe gatimet. Kjo ndërthurje është interesante për sa i përket njohjes dhe traditës elbasanse. Në event ishin të pranishëm qytetar, krijues, mësues dhe nxënës, të cilët diskutuan mbi vlerën e librit për qytetin dhe kulturën lokale. Nxënësit e shkollës Onufri kontribuan në ngrohjen e atmosferës me interpretimin e disa kompozimeve muzikore, duke e bërë prezantimin një përvojë të veçantë dhe të pasur kulturor.